rrybën e sigurisë nuk e kinë gjendje të rregullt vendosur. U gjuh. Tu imaš podatke kako da promeniš vozačke dozvole od srpske na kosovske vozačke dozvole. Banorët e Kosovës kanë me u pajis me patent shoferat Republikës Kosovës. Arsye ndalës është te kalimi i shpejtësisë. Gjoba që parashihet me për këtë shpejtësi është personin fjalë i shqiptohet kundërvojtja në vlerë 20 euro. Njësia trafikut Rejandal Mitrovic-Veri është pi kontrolin fshatin Leshak. Në kontrol trafikut të rregon zbatim të ligjit 3, i cili ka fillu me 3/4/2024 për rregullat e reja trafikut rregor. Përshëndetje. Dobar dan, sa obraćajna i vozačka. Ako atë regjistrimo ligj. Kad voziš treba vozačka. Hvala. Gospodine Marko, izvini za vreme. Ajde srećan put. Sonja, živiš u Sočanicu, a? Tu imaš podatke kako da promeniš vozačke dozvole od srpske na kosovske vozačke dozvole. Ajde srećan put. Možete vozi poslova kola sa tom dozvolom. Automjeti që kemi ndalë ka qenë nga një banore Soçanicës, Republika e Kosovës, e cila ka qenë e pajisur me patent shofer shumë nga Republika e Serbisë. Për atë arsye kemi dhënë një fletushk ku janë udhëzimet se si mundet me ndru patentën pe patentës që e ka marrë në Republikën e Serbisë me marrë patent shoferin e Republikës Kosovës. A janë obligative me ndru çfarë patent shofer? Ato i ka gjitha shënimet në fletushk, banorët e Kosovës kanë me u pajis me patent shoferat Republikës Kosovës. A mundesh më na kallëzu për çka fjalë shqipton kundërvojtjen dhe sa është dënimi? Personin fjalë i shqiptohet kundërvojtja në vlerë 20 euro. Shpejtësia që është e kufizuar është 60 km/h, personin fjalë vozit 76 km/h. Moti është bërë me laser. Kjo është kundërvojtja cilën e ka parapo ligji për këtë shpejtësi. Kupton, gjurgat në zetare, në pasmatike që drejt pagesës pasmatike. Po di vorë që dhe mirë.
Edhe që rrybën e sigurisë nuk e kinë gjendje të rregullt vendosur. Po jas një... Sad se krenuo da izađem, za to sam kao. Sad sam htjela da izađem. Ju në gjendje, Ne ju važe. në mënyrë të rregullt, se kitë vendosur në mënyrë të rregullt. Lidjana, imaš kosovske lične karte? Imamo mi nije ovdje, u Epusej sam predala, treba da Ke thu për so? Që se ka të vendosur mirë rrybën. Po i thash. Mogu da vam ja objasnim nešto. Vozila me danas kod doktora. Ej, U gjuh, Dmitro, skini po jas, od prve, ju stavi kako treba. për çto për Shqipëri? Për Shqipëria, për Pajaca, se nuk është. Ime oca? Ime oca. Dragomir. Ваша adresa? Gdje stanuješ? Lesha. Arsye ndalës është te kalimi i shpejtësisë. Gjoba që parashihet me për këtë shpejtësi është 20 euro, neni 53.6, ligje 08L 186. Gjoba parashihet 20 euro, nafat pagese 15 ditë është 10 euro, edhe nëse ka ndonjë ankesë lidhe me zyrtarët ose sjelljet ose ka afat me paraqit ankesën 8 ditë. Edhe sa ke shpejtësia që e te kaloj? Shpejtësia ishte 15 nga shenja e kufizimit. Njësitë e trafikut rajonal formojnë pikat kontrole të automjetit në lokacionet ku ata vrenci nuk janë duke zbatuar rregullat e trafikut, zakonisht ku te kalohet shpejtësia, te kalohet në vit plot, e kështu me radhë. Për shembull ka raste ku gjobiten edhe për rrymë sigurisë. Po në ligjin e ri të rregullat e trafikut është e parapomë edhe vendosja rrypje të sigurisë, edhe çdo kundërvajt cili nuk vepron në bazë të ligjit të ri për rregullat e trafikut rrugor ndeshkohet dhe morë mosa ligjore. A mundesh me na tregua ko kategoritë cilat lirohen tek sona prej Përdorim. sigurisë? Ka kategori që persona kanë pej mjekut lejum, kanë dokument pej mjekut. Sot shpeshta janë kontrollat, apo a janë vazhdimisht edhe në cilat pika më shumë të Kontrolla trafikut na janë çdo ditë 24 orë veprojnë njësit, lokacionet ndryshme, edhe për kundërvajtje, çdo kundërvajtje që shkaktohet në trafik, policë ndërmarrin mosa dhe reagojnë. Pra me miratimin e ligjit të ri edhe vurjen në funksion, a ka ndryshuar numri i gjoba, a kanë filluar më vetëdijsu? Vrehet një vetëdijsim i shtetore, sidomos vendosje të rrypit sigurisht dhe përdorimi i telefonit. Pra, a keni mesazh për krejt qytetarët? Apeloj te shtetarët të respektojnë ligjin e ri të rregullat e trafikut rrugor me qëllim të krijimit të sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në trafik.